U nisa sot për në Elbasan me boj reklam, por them drejtën gjatë gjithë rrugës më rinte në mendje një mesazh që kisha marrë një natë më parë, që ta kuptoni si nisi e gjitha. Ndarë më shkruan një numër me prefiks nga Elbasani. Më thot kam hapur një dyqan telefonash, a mund të vish të bësh një reklam? Them drejtën, mendimi i parë ishte mos është një fëmijë do me na lodh kot rrugëve të Elbasanit. Nëse morën telefon, fola 2 minuta dhe mu duk njëri serioz. I thash mirë vlla, nesër po vi, vetëm hape telefonin kur të mbri. Por kur mbrita në Elbasan ndodhi diçka që nuk e prisja. E telefonova për t'i thonë që arrita dhe në vend që të priset te dyqani më priti me çelsat e Mercedesit në dorë. Atëherë thash me vete, ky e pas ka marrë seriozisht punën. Hipëm në makinë dhe u nisëm drejt Celular C. Dyqani ndodhet në bulevardin kryesor të Elbasanit, ngjitur me pasticëri Loas. Deri tani e kisha dëgjuar vetëm në telefon, tani është momenti ta shohim nga afër. Hajde hym bashkë në Celular C. Shtypje e parë shumë pozitive, telefona nga marka më të njohura, shumë zgjedhje dhe alternativa për çdo buxhet. Duke parë gjithë këto modele e kupton që ke ku të zgjedhësh. Pastaj kaluam te tabletët për fëmijë. Them drejtën, në një moment doja të isha sërish fëmijë. Ne u rritëm me Nokia me drit duke lut lojra me gjarprin. Sot fëmijët i kanë gjitha në një nivel krejt tjetër. Në fund provova edhe skuterat elektrik. Të them të drejtën, këta duan praktik më vete. Kjo ishte eksperienca ime në Celular C. Nëse kaloni nga Elbasani dhe kërkoni telefon, aksesor, tablete për fëmijë apo skuter elektrik, ja vlen ta vizitoni.